LDK me vjosë, po më duket janë duke u mundu me gjetë mesazhin e drejt dhe të sakt për me depërtu të qytetarët dhe me rritë për krahjen për ta. Nuk ka që kësha thonë për fillim, se mu po më duket që kjo fushat, mas pak li duket si fushat zgjedhore, njerëz u mësun këtë një vit e gjysmë që para çdo parë zgjedhjeve ka përkrahje financiare për qeverisë për ta. Kështu që unë mendoj që këtë vit nuk ka askush të drejtë të mashtrohet duke mendu që kjo me të vërtet për të mirën e njerëzve, sepse po përdoret para zgjedhjeve. Edhe është hera e katërt që mrena një vit e gjys që kemi para zgjedhjeve ndihma që i jepën njerëzve. E tash kur nuk ke politikë qëndrueshme në mënyrë sistemike me rrit të ardhunat e njerëzve, kategorive të ndryshme shoqërore çdo muaj, bëhet kjo. Po njerëz të kanë pa, ose një pjesë e njerëzve vendos e sheh ashtu si është, një tjetër për krahas të pushtetit thonë është kështu ashtu. Po ajo që po shihet njëjtë është që po përdoret resurset shtetënore, po përdoren në funksion të rritjes të përkrahjes për partinë pushtet. Kjo është e papranueshme në një demokraci. Na gjithmonë kemi në të kaluamën kur ka ndodhur, gjithë jemi qenë kundër asaj, edhe mendoj që nuk ka asnjë arsye mja leju vetëvendosjes me bë diçka që tjerëve jemi mundu mos me leju se kemi thonë kanë bo gabim. Është vërtet që gjithmonë kemi qenë kundër, por gjithmonë kanë kriju kontraefekte.